Sipas raporteve që kemi marrë nga shërbimi postar i DHL-s, votuesi i parë, të cilit i ka mbritur zarfi me fletën e votimit, i përket Qarku Dibër dhe është në Gjermani. I ka mbritur në orën 7:15 minuta. Ky është votuesi i parë i cili ka marrë dokumentacionin zgjedhor dërguar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Janë në mbritje për në Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, po janë akoma në trakun e DHL-s 111 zarfa, pra 111 votues të cilët kanë votuar dhe e kanë dërguar zarfin, kanë njoftuar, të themi me telefon, postierin e DHL-s për ta tërhequr dhe është tërhequr ky zarf nga DHL-ja. Pra me pak fjalë, votimi nga jashtë apo votimi i zgjedhësve shqiptar të cilët banojnë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë tashmë konsiderohet i kryer, që në momentin kur njëri prej votuesve i cili e ka marrë zarfin e ka kthyer atë mbrapsht. Besoj që ky është një eveniment në pikpamje të historikut të zgjedhjeve në Shqipëri dhe mendoj që është rasti për të falendëruar të gjithë ata të cilët punuan për këtë proces.